Dëshmoj se para se të vija në kish, kisha shumë inate dhe mëri ndaj njerëzve të mi të dashur. Unë nuk flisja spanjisht, nuk kuptoja, gjithashtu kisha frikë nga njerëzit. Dhe sot, Zoti më ka lejuar të mësoj shumë gjëra. Që në profecinë e parë, Zoti më foli dhe më tha se ai do të më ndryshonte mënyrën time të qenurit, jetën time. Se do të më çlironte, do të më jepte paqe, qetësi dhe gëzimin që kaq shumë doja. Zoti përmbushi një dëshirë të madhe të zemrës sime, që ishte të ribashkohesha, të ritakohesha me njerëzit e mi të dashur. Ai më kishte premtuar gjithashtu se do të udhtoja në vendlindjen time për të ritakuar me ta, ashtu siç e kisha ëndruar. Dhe Zoti më lejoi t'i vizitoja, të kaloja kohë me ta, të shijoja momentet. Zoti lejoi që të ndjeja dashurinë e tyre. Më dhanë shumë përqafime dhe më llastuan shumë. Ashtu siç ai ma kishte premtuar dhe ashtu siç unë doja. Gjithashtu dëshmoj se Zoti më lejoi të flas rrjedhshëm spanjisht, duke treguar kujdes gjatë studimeve biblike, duke dëgjuar me vëmendje motrën Maria Luisa, sot mund të flas dhe të kuptoj spanjishten. Po ashtu, dëshmoj se Zoti më ka çliruar nga sëmundjet, nga mallkimet dhe magjit. Sot kam paqe, qetësi dhe lumturi në zemrën time. Perëndia më ka mësuar shumë nga fjala e tij. Të gjitha këto i dëshmoj në emrin e Atit tim qellor. Ndodhi kështu që në profecitë e shkuara, Zoti më tha që do merra disa të holla që më nevojiteshin. Dhe do më duheshin sepse do ishin dhurat nga ana e tij. Dhe kështu Zoti vendosi këtë dëshirë te disa njerëz. Zoti u shfaqte ata, përmbushi fjalën dhe ato më dhan këto të holla. Gjithashtu armiku do vendoste pengesa në jetën time nëpërmjet sëmundjeve të ndryshme, por unë nuk duhet të dorëzohesha, por duhet vazhdoja të isha e fortë në rrugën time, që kur nuk do mungonte bekimi tim, që të përulesha dhe t'i lutesha atij, dhe t'i kërkoja Zotit për gjithçka. Dhe kështu unë vura re që sot jam tërësisht i shëndosh, i shëruar, dhe Zoti më ka bekuar. Gjithashtu dua t'ju tregoj për një mrekullim që Zoti më lejoi që unë të përjetoja. Unë do eksperimentoja një moment që kalonte mbi njohurinë e njerëzve, dhe unë një ditë u gjeta në punën time, unë jam ndaj postën, dhe një ditë që isha me shumë të shpejt, unë harrova disa porosi të rëndësishme, dhe në momentin që unë nuk ktheva, do me thënë mbarova punën, unë i lash çelsat brenda makinës së punës, dhe për një moment harrova tërësisht dhe thash, çfarë bëra në këtë moment? Si do dal që unë të mbaroj këtë ditë, me siguri do marr do duhet marr një mekanik që të më hapi derën, dhe unë në atë moment ngela dhe thash, o Zot, unë nuk e di se si doja dal që të hap makinën, dhe në atë moment erdhi një zotëri i veshur si piktor. Ai u afrua dhe tha, çfarë të ka ndodhur, mos u shqetëso, çfarë po të ndodh? Dhe unë ngela i habitur dhe thash, ky është një person që me njëherë vjen dhe shqetësohet për ty në këtë moment, në këto kohë që jetojmë, njerëzit nuk mendojnë më për njëri tjetrin. Dhe unë thash, më ndodhi kjo, dhe në atë moment erdhën 2 furgon dhe rrethuan me njëherë makinën, dhe zbritën me njëherë dhe e zgjidhen me njëherë problemin. Dhe unë i shihja dhe kisha në mendja dhe ata duke buzëqeshur, unë thoja, ju po humni kohën, ju duhet vazhdoni ditën tuaj, dhe ato më thoni mos u shqetëso.
ne kemi shumë kohë në dispozicion për të bërë gjërat që duhet të bëjmë dhe në atë moment më gjë më e rëndësishme është ti të bësh punën mirë në punën tënde. Dhe në atë moment më thanë në mënyrë shumë të qetë që çdo gjë do shkonte shumë mirë dhe kur unë i vëreja, unë thoja, o Zot, kjo është eksperienca që ti po më lejon që unë të përjetoj, që më fole nëpërmjet profecisë. Dhe në momentin që unë mbarova, ato i nxorën çelësat mi dhanë, unë ula në furgon dhe në momentin që falenderoja Zotin dhe ngrita kokën time, furgonat nuk ishin më në asnjë vend dhe të gjithë e dëshmoj për të përlëvduar dhe për të folur për mrekullitë e Zotit ton. Mirëmëngjes vëllezër, Zoti ju bekoft. Zoti në profecitë e kaluara më tha se do të kaloja shumë vështirësi dhe 8 vjet më parë u diagnostifikova me kancer të shkallës së 4. Unë u operova, por tashmë kisha metastaza në mushkëri, mëlçi, veshk dhe një pjesë të zorëve. Isha në 3 cikle kimioterapie, 2 prej të cilave nuk patën asnjë efekt. Kur fillova ciklin e 3 të kimioterapisë, patën një goditje në trum, një paralizë të majtë. Ata më dërguan në një klinikë në qytetin e Kalit në Kolumbi dhe vazhduan me proceset e kimioterapisë dhe të radioterapisë për të reduktuar gjëkterjen. Si pasojë e kësaj goditje, mjekët e kuptuan që unë tashmë ishin bërë metastaza në tro. Isha në mbi 80 kimioterapi, por një natë pata një ëndër me motor Maria Luisa dhe një aeroplan bëriti në oborin e shtëpisë së gjyshit tim. Motor Maria Luisa vuri duart mbi mua, mbi gjyshërit e mi, 2 vëllezërve dhe nënës time. Dhe më në fund, Zoti më lejoi që të bëja 2 transplante në palcën kurizore dhe ndaj faleminderit Zotit ishim me sukses dhe kështu Zoti më shëroi. Të dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Zotit tim.